Elza, mirë se erdhe, me shumë qejf, po të pres? Gjithashtu, si je? Sa bukur flokt. Interesant kjo ngjyra. Hajde rahatohemi, bëjmë pak muhabet këtu. Ky është vendi për ty e dashur? Faleminderit. Rahato, si të kam, mirë je? Mirë, faleminderit ti. Mirë, edhe unë. Këto ngjyrën nga pak, po jo shumë, s'po ankohem. Këtë ngjyrën pra ti je zeshkane natyrale, apo? Po. Edhe këtë të bardhan sa për qenë më trendi më bukur, a? Nuk e di kom pas qef mi hap flokt pak, po për shkak se unë natyrali kam flok dredha, edhe për mos me i dëmtu, ta shoke hajde po provojna veç që ta, edhe më thojshe jo, nuk bën, se i dëmton, po mas ne i rezultoj me konë diçka e mirë edhe... Bukur, të bën me u duk shumë e veçantë, shumë unike. Edhe po më duke që po ma ha pak ftyrën, po duk na pak ma pozitive, kështë që... Se ta kanë thonë se neve zeshkaneve që jemi kështu nga natyra, shpeshen aton që dukemi shumë më agresive, më të rënda në matrona në qehre, që thotë. Qashtu, përshtypja parë, sidomos në rrjetet sociale në ashta që e kemi një imazh specifik, i bën shumë njerëz me mendu që jam shumë ndjemadhe, pak negative, po mas ne kur m'bjen mu taku me ta, zakonisht më thojnë kritë ndryshe prej çka dokësh, amo... Më mirë me ju ndru përshtypjen për të mirë, se sa për të kesh. Është rregull jemi, e pranojmë ato të parën. U thash edhe për shikuesit ti ke shumë role, pra je shpërndare, angazhuar edhe mirë bën në fakt, se je në moshën tënde më të mirë të punëve që mund t'i çosh përpara. Shumë vende nga menaxhimi i kompanisë, punën tënde si grimere, aktivitetet me rrjetet sociale, cilën e ke nisë të parën? Kisha me thonë që në biznisin familjar këm qene përfshime prej fmi, se bizniset familjare që ato e kanë që zakonisht fmit i marim prej të vogël, hajde të mësoj qka është jeta, qka është puna, e gjanat tila. Kështu me fol, realisht, krejt qëto sane i kom bo prej e vogël. Nashta mund së më kujtohet saktësisht kur kom fillu me bo diçka, po tash vonë më rastisi mi gjej disa video, disa foto kur kemi qenë shumë të vogël, edhe kisha bo shumë vloggings, kisha bo foto. Ka sens, a? Ta është prej kur ishe. Edhe më boni me kuptu që okej, une do me thonë jam e përfshime në këto prej një moshet vogël. Ta është s'po di, nashta që kjo puna e menaxhimit ka qenë diçka familjare që më është trashëgu edhe kom ndjen do shta një lloj përgjithësie për me studiu ma gjatë. Mirë po edhe këfirat. Unë kom studiu Management dhe Multimedia në Universitetin Rochester Institute of Technology në Kosovë. Edhe multimediat për shambull nuk është që kom mendu me marë si drejtim, po veç hajt për qeft provoj diçka të re, edhe mas ne e parë që kom një sy për atë fush, edhe vazhdova edhe ato. Vajzë që do sfidat, po edhe grimin t'je ke pas pasion qyshe vogël. Dhe më duket të shoh, duke ba rolin e asaj grimeres fillimisht me antarët e familjes, si që rëndëm do, dhe më pas edhe duke i mësu teknikat. Po nëse hapim sa çantën e grimit të Elzës, qa gjejmë aty? Qa ke kështu nga esencialet? Kësha pas qef, mos me konë bashkë qaq pasionante, se zakonisht kur dalë do na mi marrë shumë sene me veti. Nëse e ki ftyrën me grem... Pra ato çantat e vogla nuk shkojnë për ty, a? Jo, nëse kom një ditë kështu që nuk kom grem hes, ndodhë, shumë shpesh ndodhë që qona dhe thëmë, sot po du me konë komplet natyrale, normalisht që diçka për buzë gjithmonë kom e pas, një lip tint, diçka që ti bëm pak të kuqe ose një lip gloss, mirë po në ditë tjera, kur jam kështu e grimume, do na me pas gjithmonë një puder me veti, do na me pas produkte për buzë, disa opcione. Se kur si dihet, a? Do me thonë, ka njerë ki qef boost ma matë, po ma vonë do në pak gloss, një blush e ka me veti, një highlight. A shpenzon shumë në këto? Pala po. Në produktet me kapit, po, a? Po. Qa ke më të shtrajtën që e ke ble si produkti grimit? Tash, për shamu, mamoti kanë qenë paleta diçka pak ma e shtrajnë. Amo tash po menoj që kretë produktet janë bo pak ma të shtrajta. S'po di, nështë kom diçka palet
edhe të aurë. Se janë më të shtrejta, a janë edhe më të mira, se duke qenë edhe grimere ti e din edhe se ata jep efektin që ti e duke kërku, ose a qëndron po aqë sa thot, a e bën atë produkt të shtrejt edhe më të mira, po varësisht. Tash më varet. Për shembull, ka produkte që për një me që është ma e shtrenjt e ka qatë kualitet edhe është i pazavendësueshëm. Amo ka edhe produkte tjera që unë mendoj që mundën mu zavendësu edhe me këto brendet që janë jo qaq të shtrenjta. Edhe zakonisht është një kompani e madhe që i ka edhe këto, edhe ato, zbashku, kështu që është paka shumë e njëjta. E rëndësishme është vëq mi eksploru në ashta pak, me ditë çka funksionon për ty edhe më mënu me gjetë vetën. Më trego nga eksperienca jote që ke pas edhe grimet që ke bo. Cili ka qenë një rast me grimin më të cikletshëm që ti ke përjetu ndonjëherë? Qa kujton? Ta shta të regoj një diçka për vetën, është që mundet me të përgjigjë ma mirë këtë pytje. Nuk është që kom ndonjë eksperiencë të cikletshme me dikand, ose diçka që nuk ka shku mirë. Po unë jam asi personi që energjia personi tjetër më transmetohet mu, edhe nëse personi që jom të e grimu është e ka një ditë keqe, ose e ka nëj farë sikleti, me njerë më transmetohet që ajo energji mu, edhe ma ndikon pak punën. Kështu që për mu është pak e rëndësishme mi bu njerës të muni sa ma qetë, edhe mundi që, okej, unë e po të ndëgjej që apo ki qafti, edhe kemi me bu ma të mirën e mëndshme, edhe ajo zakonisht më bon me kalu ma letë prejt punën. Kush janë më të sikletshme nga këto, se puna me vajza shpesher komentohet duke u quajtur si punë e vështire, janë shumë të vështira, edhe kjo puna e energjisë është çështje e njeriut, nuk ka të bëjë gjinia, po nga vajzat që ti grimon, janë ato që ka një rast më të veçantë, apo nuk i kishe ndo me rastet tilla. Po tash, është ai paragjykimi që zakonisht nuset janë shumë në siklet për shkak se është dita më e rëndësishme e jetës tyne. Po nuset që më ka rënë mu mi grimu kanë qenë super qeta. Okej, lëmë si to. Ma kam besu punën, kanë thonë bën çka dush edhe kam kalu tepër mirë. Mundet me ndodhë që dikush për shembull e ka është mësu një ftyrën e vetë me bona është grem shumë të rëndë. Edhe për një reklam caktume nuk është e preferueshme që ajo më kërkohet me bo diçka sa ma natyrale. Edhe normalisht mu më pëlqen pak ma natyrale. E është që ajo që mundona mi binë që okej, nashta ty nuk të kam mësu syni me pa qëta, mirë po nëse më lejon mu me bo që ata që po menoj, besëm që ki mu do shumë të. E zakonisht është vishë kjo që njerës të mësuën me një grim zakonisht edhe nga njerë e kanë pak të vështirë me bo tranzicion në një grim tjetër. Nuset komentohen shumë tek ne, besa edhe çmimet për to. Kemi pa edhe dëgju në fakt të çmime të ndryshme, prej shumë të larta e deri te ato më ekonomike, më të pranueshme. Në fakt nuk ka bo shumë përshtypje, a duhet patjetër të ndrojë çmimi nëse i thu që dua një grim se po bëhem nuse, edhe një grim që po shkoj mysafire në një dasëm. Po, tash, nëse folim realisht, unë mendoj që paka shumë procesi është i njëjtë, i grimet. Çka e bën ma ndryshe për nuse është se i kushton kohë ma shumë. Për shembull, unë nëse kisha pas një nuse për me grimu, ose një grim të nuseve, nuk kisha marrë person tjetër atë ditë, nuk i kisha grimu edhe dikon tjetër, se kisha dasht komplet energjin tem edhe ditën me ja kushtu qasaj. E tash normalisht që aty dallon çmimi për shkak se i përkushtohesh pak ma shumë, mirë po, unë mendoj që kështu nëse shikojmë si tërsi, paka shumë është si procesi njëjtë, po ka diçka dikush kërkon extra skin care, ose do në gjatë ton ditës me qenë afër saj, edhe këtu besoj që dallon edhe çmimi. Dallon edhe çmimi. Ti këtë punën e rrjeteve sociale nuk e di, e ke studiu, apo nga pak edhe i ke vjedh përvojës tënde edhe nga çka ke pa, po e dim se nëse për shembull të pyesim ty cila nga temat për trajtim mendon që do të merrte më shumë vëmendje në rrjetet sociale, ti më njëherë din se ku është targeti, pra çka të prekësh edhe kur të prekësh. Si ja ke dalë me këtë, edhe cila mund të ishte për shembull një nga temat që nëse unë e pyes Elzën më thotë, dëgjoj, fol për këtë se mund të eci mirë si video. Tash në Kosovë kam vrejt që diçka që pëlqejet më shumë, edhe që zakonisht videot që kanë sukses, kanë të bëjnë me humor. Jemi një popull, po mdoket që shumë e vlerësojmë humorin edhe diçka që na bën me kesh. E kemi vrej këto skeqet,
e ndryshme të aktorëve tonë, nëse pi marrim TikTok si Sounds, po kanë shumë sukses dhe po janë shumë edhe qesharake, edhe po kanë performancë shumë të mirë. Menoj që diçka që është ma relaksuse, diçka që të bën me haru probleme, diçka të tilla ma shumë po ka sukses në rrjete sociale. Mirë, po nëse folim për Instagram, mendoj që është pak ma ndryshe. Në Instagram ti e shprej veten ashtu që ti don. Edhe mundesh me marr format të ndryshme. Si për shembull që thash, unë në Instagram mundem u duk shumë nashta mendje madhe ose nashta edhe pak nervoze, po nuk jam... E lyp pra Instagramit që të loj qasje ma tepër, a? Cilat janë 3 rregulla kështu konkrete që janë si sekret i një accounti, një llogarie të një rrjeti social të suksesshëm, pra që tërheq vëmendje? E para du të me qenë konsistenca. Mund është me qenë shumë i mirë në ato që e bon, po nëse si e konsistent, atëherë automatikisht audienca bjen edhe nuk është shumë updated me ty. Pra i bie qka do, po veç posta? Jo do mos dëshmërisht. Unë mendoj, për dikon edhe mundet me funksionua, jo. Po mendoj që është diçka që duhet me identifiku ty, që nëse folim për shambull për diçka specifike, me thonë, apo Elza e bën që të sen, ose Blerona e bën që të sen. Duhet me pas dhe me thonë diçka unike që ty të përshtatët edhe të identifikon, edhe originaliteti. Unë menoj që nuk është shumë ma bukur çdo person del nëse e shfaq originalitetin e tij ose të saj. Me thonë, sa ma shumë që ti ikë që asaj, unë mendoj që transmetohet. E nuhasim pra, e nuhasim publiku. Edhe mirë bojnë, në fakt, se kjo besoj është një varloj thirrje dhe shtytje për gjithë njerëzit që me qenë vetvetja. Ti ke pas edhe eksperiencat të tuat si grimere në për plot projekte të xhiruara muzikore, po themi kështu. Kryesisht duket me artist, jo me artiste, vajza. Pse vajzat nuk i ke pas? Është diçka që ti zgjedh që të mos jesh ka që angazhuar edhe në klipet e tyre? Apo karastis? Jo, që mendoj unë është që zakonisht kur kom hy unë në këtë industri, këngëtarët tona veç që kam pas një ekip shumë gjanë edhe shumë profesioniste mrapa. Do me thonë, kena make-up artista tepër të mdhej edhe profesionist në këtë fushë edhe veç e kanë bo ekipën e tyne, që është totalisht okej. Nuk është zgjidhje jemja, normalisht gjithkush që ka dëshirë më grimu të unë, është mëse i mirë pritur edhe normalisht që kësha pas dëshirë. Nga këta që ke pas përvoj deri sot, të ka ndryshu përshtypja për dikë, të ka shgënyu dikush nga ofër kër e ke taku qoftë në mënyrën e komunikimit, qasjen? Po ka, ne jemi mësun rrjetet sociale ose mi pa në për spot ose reklama personat të ndryshëm edhe me kriju një përshtypje për ta. Edhe zakonisht e kemi atë idenë që janë të paprekshëm. Mirë po, që ka rastis mu mas shumë ti me pa, është që në bisede si për me këta njerëz janë ekstremisht shumë Kush janë këta? Në e thuj me emra. Po, për shambull këta artistat, bëse i keni pa në rrjetet sociale që më ka ra me punu muj, Ledri, Lume, Pintat, tak, janë shumë të shoqërushëm, janë super të respektushëm, janë edhe fani, tregojnë storje, edhe do me thonë që atë eksperiencen e bujnë hala edhe matë mirë. Ka pas artist që për shambull e ka një qëndrim, ata që e mban edhe në xhirem, po ka dhe asi artista që prej momentit që t'hinë set, folin me krejt cilën njejt, edhe unë ekstremisht e vlerësoj që ata. E lezetshme, pra, ke pas një përvojt mirë me ta, dhe më duke që duke folë dhe haptas kështu ka nisme, mos me u keq kuptu atë shumë djemt, pra ose burat që kanë punë me ekranin edhe me dritat, pse grimohen. Besoj edhe ti e ke dëgju, shpesher biles edhe i kanë masakru në rase mjete sociale, jo si ardhëm ditën që burat me përdor puder, e këto, që me ndonë ti, ose si i përjeton ti kur i dëgjën komendet e tila? Po, mu faktikisht edhe më ka ra me pas raste kur një artist ka refuzu mi bo grem. Gjë që e kom kuptu... Me këtë arsyetim, pra? Po, se unë jam mashkull, se më duhet mu grime. Për ndoshta publiku nuk e den, po ti je veç e den këtë gjë që
drita natyrale dhe drita në studio janë dy gjona të ndryshme. Ti je rrëthun prej një drite ashtë fort në studio, sa që ajo gjdo nashta pore të ftyrës ta tregon. Edhe automatikisht nuk transmetohet që ashtu nashta që shdo këtë live, se syni njerit nuk e kapë që ato. Edhe tash pudra ose sherku ose qka do që përdorim na në gjirim, është veç me bu një ngjyrë të një trajqme për krejt ftyrën që mu Pra deri këtu shkojmë, deri te balancimi i ngjyrës, tek meshkujt është fjala. Po, edhe tekstura nga njëherë, po edhe nga njëherë edhe djersitën, edhe ka do me thonë raste tepër ndryshme, kemi gjirime në 50 gradë, edhe kemi diçka tepër ftoft që skuqet do me thonë komplet ftyra, dhe nuk është profesioniste me dalë për shambull një spot edhe i ki trejnë ngjyra të ftyrës, për shkaqe natyrore, për zomë. E për atë arsye është e rëndësishme me pas grimin që rezultatin fund me qenë maj mirë. A kanë nevoj djemë për skincare, pra për një kujdes të lëkurës për mes kremrave, trajtimeve të ndryshme të fytyrës? Po, në mendoj që skincare është bo për dy gjinit, edhe për krejt grup moshat, a mo duna me ta të regu që cena është edhe ty të kara, po one mahnitem gjdo herë që bëj grim meshkujve. E kanë lëkurën, muj me thonë 10 herë ma mirë se femrat. Edhe zakonisht i pës, a ki një skincare rutinë. Edhe ka ndodhë dikush më ka thonë, po, sa herë të pastrona, e ly ftyrën me një përja. Që është do me thonë diçka shumë... Bazike. Shumë bazike, po edhe bujnë ashta një herë në ditë. Edhe nga njerë dhe vjen... I kemi gjeloz, a? Po, edhe mu vjen ka njerë i nati se skincare rutina jam është dikon 20 minuta, edhe nuk e kom qatë lëkur, po tash nuk e dim përgjësi me shkujt e ka një farë lëkure pak më të mirë se na femrat, edhe... është mirë, normal, me mirë mbajt, edhe ajo është kujdes nga i vetë. Aksën diçka le t'kenë më jeshtë, pa hajtë. Diçka më la dhe më vesh. Në fakt, këto edhe është e diskutushme si teme edhe e gjykushme nga njëherë tek njerëzit, po arsyeja pse po i flas pikërisht me ty, duke e di që ke kontakt me njerëz të tillë, edhe a je shumë pro që edhe vajzat, besoj edhe ato marrin këshilla prej teje, nga njëherë mos ta kenë edhe shumë të kushtueshme, sepse e dim që kanë këto kremra, sidomos të brendeve të njohura, i kanë edhe çmimet më të larta. Unë personalisht kom provu shumë produkte, se për mu është e rëndësishme mi provu, me ditë se qka po funksionon për mu, se qka po funksionon edhe për persona me tipe të ndryshme të lëkurës. Unë e kom vërtetu që jo domosdoshmërisht çmimi i lartë e ka efektin e lartë. Janë disa kremra të disa kompanijave që janë të specializuara për lëkura, për shembull La Roche, që nuk është shumë e shtrenjtë, po i ka produktet shumë të mira, edhe unë mundohem me bo një, si me thonë, një rutinë me jo shumë të kushtueshme, për shkak se skincare është diçka që në vazhdimsi duhesh me ble. Po edhe produktet koreane tash nuk po kanë çmime t'jashtë zakonshme dhe po janë shumë të mira, kështu që po besoj që kemi hapësirë krejt në bazë të buxhetit tonë me bo zgjidhjen më të mirë për veten. Kjo puna e rrjeteve sociale përpos na ka mësu në fakt shumë, na ka mësu edhe qysh me vjetë sa trika të grimerve, duket pa ty se si po grimuesh, hajt ma mërmendja dhe mu ta bëj njëjtë, po në fakt po, vajzat e reja plot i shohim tu marrë vetë me grimin e tyne. Përfshirë edhe emrat më të njohur, pra që kanë influencë më të madhe, këngëtare, aktore të tjera. Kush duket ty që ja ka dorën më shumë me aq sa i ke pa, edhe që duket se edhe vetë ja del me pas një grim ditor të pastër, këdi? Po tash, e kom vrej që në rrjetet sociale nuk është që edhe po postojnë shumë tu e bo grimin vetë ose diçka tillë, po i shohim nga njerë në koncerte që dalin. Këto artistet tona të mëdha krej duken super bukur. Edhe kur po grimohen vetë, për shkak se kanë edhe bukurin, jemi femra shumë bukura na shqiptaret, po menoj që më përgjithësi krej duken shumë bukur. Se i kushtojnë, do me thonë, nuk është puna veç që atë moment grimin që e bënë. Sa ajo normalisht që e bën ndryshimin e vetë. Mirë po, krejt janë duke pas trajtime të ndryshme të lëkurës të kopaskashme. Kopaskashme, po pra se vynë edhe ti e the shumë mirë edhe në fillim
është si puna e rrjeteve sociale sa konsistente je, edhe kjo punë, nuk mund është i brenda një jave me prit një lloj efekti me pas në fytyrën tënde. Më trego pak kur jemi te vajzat. Kush mendon ti që janë 3 vajzat me më shumë të influencë në rrjete sociale? Pra që edhe ty të pëlqejnë edhe i shef edhe thua, okej, kjo po bën punë të mirë, se nga natyra që edhe energjia që më jep deri tani, po dukesh edhe po më pëlqen shumë kur vajzat nuk i kursejnë fjalë të mira për vajzat tjera. Faleminderit. Tash, e mira e TikTokut është që i ka dhonë hapësirë krejt vajzave me dalë edhe me tregu se kush janë për një mes. Si që ti ka Instagrami, do me thonë, e kryon qatë përshtypjen që ti donë, po mas ne i TikTokut tregon shumë dimenzione. One tepër jam të u gëzu kur po shoh vajzat të ndryshme në fushat të ndryshme duke pas influencë të madhe. Do me thonë, TikToku ju ka ofru vajzave shqiptare, do me thonë, krejt fushat e ndryshme, për shambull, për ushqim, për fitness, për veshje, për make-up, gjitha po kanë mundësi me tregu, do me thonë, talentin edhe dijen e vetë edhe na me mësu prej tyne. Nuk kisha pas qef mi nda kështu, mirë po se ka shumë. Mirë po nëse folë për influencë shumë të madhe, kisha thonë, Marion e kemi, do me thonë, grimerin ma të mirë në botë, që krejt bota po folë për produktet e ti, edhe ka një impact shumë të madhe. Normalisht që aj kur e qëtë një produkt, na veç edhim që do të me blese, nuk ka nevoj as me testu. Nuk mundet me koni keqi Mario, s'ka që bën Mario. Ti edhe shumë e donën pas utimeve, pas ushqimit shëndetshëm, fitnessit në të njëjtën kohë. E ke kështu një rutinë të ndën, se dua ta mbyll me këtë më tregu, se ka shumë gjana që bën, si ja del, sa zgjohesh në 5? Unë mundohem mos me kompromizu vetën në asnjë aspekt. Unë zakonisht zgjohem në orën 6, e kam një rutinë të mëngjesit, pak për shëndetin tem, do vajra, do vitamina që i pi, do kohë për çato. Grimin kom qef me bu për qef, se për mu është një lloj terapie ose meditime. Qatë një orë që ja kushtojnë e vetës me bu grimin, më qëtëson komplet edhe më bën mu një që, okej, sot qka do që me ndodhë, une po njëna mirë me vetën. Zakonisht shkojmë punë, prej 9 deri në 5, në 5 shkojmë fitness. Kësha pas qef najherë me shku edhe në mëngjes fitness, po ta shumë varet prej kohës që shpon për shtatët. Mas fitnessit, mas ne i kom content creation, me dalë pak, krejt po munona që shto... Me i përmbledh krejt. Me i përmbledh krejt, po... Kom qef vetën, ja kom dhonë hapësirën vetës me njoft vetën, me ditë që kam pëlqen, edhe pse jo me shfrytzu potencialin tem. Deri tash, kom ri me kuptu që janë disa gjana që une do na mi bo se mu mbojnë mu një ma mirë. Nuk do me thonë është ta që gjithmonë mirë pritet prej njerëzve, mirë po që kjo është rutina jam, që kjo më pëlqen mu. Je rehat me atë që e bën. Edhe udhëtimet normalisht, unë menoj që janë ushqim i shpirtit, nuk është veç hajtë shkoj të bëj një foto. Me udhëtimet je kështu tip që organizon shumë më herët, apo edhe prej atyre tipave që sa të nisë me e bo një udhëtim, i ndodhë gjithë shka. Unë jo shumë prej këtyre njerëzve. Më ka ndodhë edhe ajo, që jam që disë, unë jam mësu. Po për shambull vitin e kalu me sha në Paris, me motrën, edhe vendosëm që një javë, veç unë ajo më knosh. Gjdo dit nga ka ra shi. Do me thonë, s'kena mujtë bashkë që to fotot i kom bo atë, që kom hek një 3 ditë rënë, kom shumë mi bo do fotos më isha. Mas nej qa ndodhi është që lajmërun një sulm terrorist, nuk bën me dojnë qytetë, gjanat tila që u qudita se zakonisht udhëtimet më shkojnë shumë barë. Une kom qef me planifiku, me po pak se si me bo një plan që me ditë qka ko me bo, mirë po nuk është që edhe kom qef shumë me kufizu vetën, se nëse është një kafe që po më pëlqen, me një pamje të bukur, edhe nëse ullëna që aty i kaloj 2 orë edhe veç e shioj vendin, për mu mjafton. Kështu që është si balancit e dyjave, dhe me konë pak e organizume, po edhe me jalon pak spontanitetit. Uroj që tjetë e fundit, mos kesh më përvojat të tila me mutimet, se gjuna me shku dhe një vend dhe mos me shiu. Ilza, u knaqa shumë, të uroj shumë sukses e në krejt synimet e tua, edhe faleminderit shumë se erdhe.
Faleminderit ty se edhe unë e bashku kënaqa, edhe shumë ma jam vëllqen kem person. Faleminderit. Faleminderit. Ky është një koment fakt që po e marr shumë shpesh edhe nuk është se s'po më pëlqen të bëhemi real. Okej, tani do t'ju lë me një material që vjen nga vajzat tona, po them vajzat tona sepse ato janë për çdo ditë në terren për të marrë materiale nga më të ndryshme gjithmonë duke përfshirë aktualitetin, personazhe që janë